Të dashur nxënës, mirë se erdhët në E-klasën. Sot në E-klasën njësinë mësimore që do të mësojmë është nga lënda e fizikës për klasat e 9. Njësia mësimore titullohet Ligji për levën. Mësimdhënësi Ali Osmani, Shkolla Fillore Luq Gurakuqi, Zhelinë. Qëllimi i orës mësimore. Në këtë orë mësimore, qëllim primar kemi që nxënësit të dinë raportin mes momentit të forcës dhe krahut të saj. Rezultatet e pritura. Pas realizimit të njësisë mësimore, nga nxënësit pres që nxënësit ta kuptojnë ligjin për levën, si dhe zbatimin e momentit të forcës. Të rikujtohemi mësimin për levat që mësuam orën e kaluar. Forca krijon lëvizje rrotullues kur vepron mbi ndonjë trup. Nën veprimin e forcës mund të krijohet moment i lëvizjes rrotulluese, kur veprohet mbi trup i cili mund të rrotullohet rreth pikës mbështetëse. Leva është mjet i thjeshtë. Për çdo levë mund të paraqitni boshtin e rrotullimit, ngarkesën dhe forcën e përdorur. Ligji për levën. Në fotografinë lart shihni një levë në të cilën kemi dy persona, të cilët luhaten. Pika mbështetëse e levës gjendet në mes. Ndonjëherë jeni luhatur me luhatëse. Atëherë keni vërejt se baraspeshohet momenti i lëvizjes rrotulluese të forcave. Pra, luhatësja paraqet një levë të gjatë e mbështetur me një pikë mbështetëse. Në këtë rastin tonë, pika mbështetëse e levës gjendet në mes. Trupi i ngurtë në formë thupre apo shkopi që mund të rrotullohet rreth një pikë mbështetëse quhet levë. Baraspesha. Fotografia lart tregon një luhatëse tjetër ku kemi babai dhe vajza, të cilët luhaten në luhatëse. Vajza mund të baraspeshojë peshën duke u larguar prej boshtit. Pra, tentimi i vajzës është që edhe me që ka peshë më të vogël se babai, don që të barazojë levën. Momenti i lëvizjes rrotulluese nga veprimi i peshës së saj do të barazohet me momentin e lëvizjes rrotullues të prindrit. Leva është në baraspeshim. Ajo shihet edhe nga vetë figura. Të dashur nxënës, përgjigjuni pyetjeve dhe mundoheni që ato t'i sqaroni. Shikoni vizatimin lart. Numëroni 2 mënyrat se si djali mund të baraspeshojë levën. Dhe a është momenti i lëvizjes rrotulluese i peshës së vajzës në drejtim të akrepave të orës, apo në kahje të kundërt?
Jepni përgjigje këtyre pyetjeve. Momenti I forcës. Fotografia lartë tregon se si një baba me fëmijën e vet luhatet në luhatëse. Prodhimi I forcës dhe krahu të saj quhet moment force. Momenti I forcës varet nga dy madhësi. Madhësia e forcës apo peshës dhe krahu I forcës apo peshës. Momenti I forcës është madhësi fizike dhe shënohet me shkronjën M. Forca shënohet me shkronjën F, të cilën e ka edhe si simbol. Krahu I forcës apo distanca shënohet me shkronjën A. Momenti I forcës është I barabartë me prodhimin e forcës dhe krahut të saj. Pra M barazi F here A. Njësia themelore për matjen e momentit të forcës është Newton her metër, N here M, simbolet e Newtonit dhe të metrit. Te llozi paraqiten dy momente të forcës apo peshës. Në fotografinë lartë kemi dy sfera të cilët kanë po shkaktojnë moment të rrotullimit. Njëra në njërën anë, kurse tjetra në anën tjetër. Nëse momentet e forcave apo peshave janë të barabarta, atëherë leva është në baraspeshim. Nga fotoja që shohim lart apo nga vizatimi, edhe me që distancat nuk I kanë të njëjta, njëna është 3 metra, kurse tjetra është 2 metra larg pikës mbështetëse, por shohim se llozi ose leva është në baraspeshim. Detyrë. Me ndihmën e formulës, njësoni momentet e forcave të levës në figurën e dhënë. Zbatimi I momentit të forcës. Derisa fëmijët argëtohen në luhatëse, baraspeshën arrijnë duke I ndërruar pozitat e tyre. Ata zhvendosen mbi dras, derisa ta baraspeshojnë levën. Si e zgjedhin problemin fëmijët? Problemin e zgjedhin duke provuar dhe gabuar. Megjithatë, nëse e dim peshën e fëmijëve dhe distancën e tyre nga pika mbështetëse, mund t'i njësojmë momentet e forcave dhe pastaj ta vërtetojmë nëse leva është në baraspeshim apo jo. Të dashur nxënës, në këtë slajd keni një aktivitet të cilën shumë lehtë mund ta zgjidhni. Vendosni vizoren mbi laps apo shkop druri dhe ndërtoni një levë. Vendosni gjësende të ndryshme në dy skajet e levës. Zhvendosni derisa leva të arrijë baraspeshën. Njësoni momentet e secilës forcë dhe zbuloni ndonjë rregull e cila paraqet baraspeshën e levës. Ligji për levën. Nëse momenti I forcës që e rrotullon në kahjen e akrepave të orës është I barabartë me momentin e forcës
që e rrotullon levën në kahjen e kundërt të akrepave të orës, atëherë themi se leva është në baraspeshim. Ky është ligji për levën. Në figurën e dhënë, vërejmë edhe me që vajzat dhe djali nuk janë të mboshës së njëjtë, por leva është në baraspeshim, për shkak se momenti i forcës që e rrotullon në kahjen e akrepave të orës është i barabartë me momentin e forcës që e rrotullon në kahjen e kundërt të akrepave të orës. Të dashur nxënës, me këtë njësia mësimore mbi levën përfundoi. Shihemi në ndonjë video tjetër. Mirupafshim.